interesim për ty, si të shdukur? Unë e kam kuptuar, ka E ke kuptu? fillimet në Portokalli, sigurisht unë e kam kuptuar pa e shfaqur ky interesin, por interesi që shfaqe Ermali ishte si që është vetë kështu tip shumë karizmatik, humorist, edhe që gjërat i bën gjithmonë jashtë rregullave standarde, edhe qasjen tek unë e bëri jashtë rregullit standard me ato fjalët e bukura dhe lavdërimet, por më tha duke qenë ballë për ballë, siç jemi unë dhe ti në tavolinën e provave ku lexoj skenarin Portokalli. Para të gjithve? Po. Po, kur lexoj skenarin në Portokallinë ne kemi pasur një tavolinë të rumbullakët, të vezake në fakt, si kjo. Afërsisht si kjo, okej. Si kjo, dhe ku ulen aktorët që lexojnë tekstet. Dhe aty po prisnim që të fillonim. Unë isha ullur këte, Ermali nga ana tjetër, si që jeni ju, edhe me telefon vjen një mesazh, unë se kisha as numrin, se nga 20 aktorë që janë aty, se kisha numrin. Kam shumë siklet. Maroj që i shpit. Ja. Ja, shkjo që ke thënë ti. Jo. Dhe më vjen një mesazh ku më thotë, do pim kafe? Unë kështu, po, thash, po kush je? As numërin se ke pas. Po, as numërin se kisha. Po më ke përballë miqore, më thotë. Oh my God. Ky ka qenë ngacmimi i mashkullit ndaj. Me Ermalin dhe grupin që ishin aty në Portokalli, gjithë kemi qesh me lot. Qeshje ti? A qeshje ti? Jo, qante, kjo qante. Patjetër. A qeshje sepse... Patjetër. Kjo qante me lot. Po qante... A vazhdon të qeshesh me batutat e Ermalit? Vazhdoj të qesh, Resul. Vazhdon të qesh, po kur qesh kjo, unë kam arrit është një moment shumë lumturie për mua, hapen shampanjat kur qesh kjo me batutat. Sepse, se do të shpjegojmë sepse, nga që Ermali të regon histori gjithmonë dhe ku mblidhemi me miq, me shok, me kolegë punës, ka raste... I bje që përsëritën? Po, ka raste që përsëritën. Aq kemi, aq repertor kemi. Dhe prandaj Ermali thot që kur thot në një histori të re që unë qesh prap me lot, hapen shampanjat, sepse... Gëzohemi shumë si familje. Unë vazhdoj dhe qesh. Unë për më do këtë thashje me Ermalin kam veç një Barsolet që ja të regoj, edhe din gjithë. Kosovari në Tiranë. Po puna është ndryshon interpretimi, dhe unë vazhdoj qesh me histori që i kam dëgjuar me 10 herë nga Ermali, sepse interpretimi i tij gjithmonë ndryshon. Unë për ty punoj. Ermal, a është më e vështirë për ty me nda jetën me Amin, apo me nda dollapin e rrobave? Besoj që dollapi është pjesë e jetës, po unë jam shumë pak... Prezent dollap. Jam shumë pak nazelin në gjëra, në garderobë, lëshoj shumë rrugë, qatë dur, s'ka problem, i maj në qese, gjëra që ose duhet, kështu që i hap shumë rrugë Amit.